Në vazhdimsi të vlerësimit, një element që dallon ftesën në pesë nga shumë formate të tjera të ngjashme është aftësia për të ruajtur autenticitetin dhe natyrshmërinë në çdo pjesë të emisionit. Pavarësisht se është një program televiziv me strukturë të qartë dhe rubrika të përcaktuara, ai arrin të mos humbas spontanitetin dhe ndjenjën e aftësisë me publikun. Kjo është kryesisht merit e Bjetasulës, e cila ka arritur të ndërtojë një raport të veçantë me audiencën përmes sinqeritetit, qetësisë dhe mënyrës së ngrohtë të komunikimit. Një tjetër aspekt për të theksuar është gjua vizuale dhe estetika e programit. Studioja e ndërtuar me tone të buta, ndryshimi i ngrohtë dhe pamjet filmike të realizuara me kujdes i japin emisionit një identitet modern që reflekton standardet bashkëkohore të prodhimit televiziv. Përzgjedhja e muzikës, hapësira e kohës dhe mënyra si i kalojnë rubrikat dhe njëra tjetra krijojnë një rrjedhshmëri të këndshme që e bën programin të lehtë për të ndjekur dhe relaksues. Nga pikpamja shoqërore, ftesë në pesë ka kontribuar në promovimin e vlerave pozitive si toleranca, komunikimi me respekt, fuqizimi i grave dhe i të rinjve për kushtimin e familjes dhe ndjeshmërinë ndaj çështjeve humane. Shpesh përmes historive reale të njerëzve të zakonshëm, emisioni përcjell mesazhe të forta për shpresën, qëndrueshmërinë dhe dashurinë për jetën. Ndërkohë programi nuk mund të adresojë edhe tema delikate që lidhen me shëndetin mendor, edukimin, sfidat sociale apo problematikat të komuniteteve të ndryshme, gjithmonë me një qasje të kujdesshme dhe etike. Kjo e bën emisionin ftesë në pesë një emision me përgjegjësi mediatike që e përdor ndikimin e vet për të informuar, frymëzuar dhe ndihmuar shoqërinë. Në përfundim, mund të thuhet se ftesë në pesë përfaqëson një standard të lartë profesionalizmi në televizionin shqiptar, me një moderator që di të komunikojë me maturi dhe inteligjencë emocionale, në një përmbajtje të pasur të balancuar si dhe me një realizim teknik emisioni mbetet një nga formatet më të suksesshme të mbazitës shqiptare.